Nga Gjergj Zefi, ka raste kur politika nuk ka nevojë për analiza të gjata, mjafton një sken, një pamje, një simbol. Dhe këtë herë simboli i disfatës politike të Beogradit nuk luhet as në tryezat e Brukselit, as në deklaratat e thata diplomatike, por në një kontejner. Po, pikërisht aty përfundoi Aleksandar Vučić, në kontejner, jo si lideri i pathyeshëm që ushiste serbëve për rallën se Kosova është Serbi, por si një tregtar i lodhur i propagandës që shkoi të shpjegoj njerëzve të vet se humbja, në fakt, qenë ka fitore. Dhe këtu hyn Albin Kurti, me durim, me kokfortësi dhe me atë stilin e tij të ftohtë që nervozon Beogradin më shumë se çdo slogan patriotik. Kurti arriti ta çojë Vučićin aty ku nuk donte të shkonte kurrë, përballë realitetit, jo atij realitetit të televizionit shtetëror serb, jo atij të hartave imagjinare, por realitetit të shtetit të Kosovës, që vendos rregulla, nxjerr ligje dhe kërkon dokumente, leje qëndrimi e leje pune. Ndodhi ajo që Beogradi e ka shtyr me vite, serbëve që jetojnë, punojnë apo studiojnë në Kosovë, po u thuhet troç se nuk mund të sillen më si qytetarë të një shteti fantazm. Kosova nuk funksionon më mbi mitet e Beogradit, por mbi institucionet e veta, dhe kur një shtet të kërkon dokumente, ai nuk po të pyet për emocionet kombëtare, po thot vetëm një gjë: unë jam këtu, unë vendos. Kjo është arsyeja pse kontejneri i Vučićit nuk është thjesht një vend takim, është fotografia më saktë e politikës së tij ndaj Kosovës. Për vite me radhë, presidenti serb ndërtoi një industri të tërmashtrimi, ku çdo tërheqje paraqitej si fitore, çdo lëshim si sukses diplomatik, çdo poshtërim si ruajtje e paqes. Publikut serb i është shitur për një dekadë ideja se Serbia nuk lëviz as 1 milimetër nga Kosova. Në realitet, Serbia ka lëvizur aq shumë prapa, sa tani presidenti i saj detyrohet të shkojë në kufi dhe të shpjegojë serbëve pse u duhen letra për të jetuar në tokën e tyre. Ky është kulmi i ironisë. Vučić nuk po mbron më pretendimin serb mbi Kosovën. Ai po menaxhon falimentimin e tij politik, po bën administratorin e një kapitullimi të ngadalt, duke paketuar si mençuri shtetërore, me pak fjalë, po uashet humbjen si stabilitet dhe nënshtrimin si patriotizëm. Dërsa Kurti, i sulmuar për muaj të tërë si radikal, i papërkulur, njeriu që sjell tensione, po del si politikani që imponoi Serbisë atë që askush në Beograd nuk donte ta pranonte. Kosova nuk është më çështje retorike, është çështje sovraniteti, dokumente, vula, institucione, leje. Kaq banale është fitoria e shtetit, dhe pikërisht ky banalitet e shkatron propagandën serbe, sepse mitet vdesin jo vetëm nga luftra, por edhe në sportele. Në këtë histori Vučić nuk është viktime e Albin Kurtit, është viktime e vetvetes, e gënjeshtrës që ka ushqyer për vite, e teatrit patriotik që tani nuk mbahet më në këmbë, sepse vjen një moment kur edhe mashtrimi më i madh përplaset me sportelin, dhe sporteli i Kosovës i tha Beogradit, ose me dokumente, ose jashtë. Kjo është arsyeja pse pamja e Vučićit në kontejner ka peshë historike, jo sepse aty u nënshkrua ndonjë marrëveshje epokale, por sepse aty u varros edhe një herë slogani Kosovo je Serbia.